Hello! Më në fund I montova të gjitha gjërat që I kam bler babit, po nuk I kam vendosur akoma në vendet e tyre, thjesht I kam lënë në një vend, edhe do t'ju tregoj pak sepse më keni pyetur që doni të shikoni, edhe ju premtova që do t'ju tregoj. I kam zgjedhur këtë krevatin që është krevat next to me dhe ka dhe këtë rjetën kështu sipër. Hapet te kjo pjesa këtu, anësore, është me zinxhira dhe lidhet me krevatin tim. Gjithashtu është edhe me rrota. Ky krevat I përdoret deri në moshën 1 vjeçë. Tani, gjëja e dytë që kam bler është kjo govata. Kemi këtu edhe një dhuratë për bebusin, që na e sollën dje. Është një kostum kur të ikim në plazh, në gusht. Sepse ne do shkojmë në plazh. Kostumi kështu me holidays. Kjo është pjesa e karrigës së ushqimit, po që atë e kam tek një dhomë tjetër. Ndërsa kjo është pjesa e ndërimit, që unë do ta përdor normalisht edhe që duhet. Dhe poshtë është edhe govata, dhe ka dhe këtë mbajtësen këtu për shampot, dhe ka dhe këtë pjesën poshtë për peshqirat. Govata e kësaj është me termometër. E ka termometrin këtu në anësore. Pastaj kjo është karroca që kam zgjedhur. Për momentin kam vendosur Seggiolino sepse bebi është shumë I vogël, edhe normalisht që do qëndroj si fillim tek Seggiolino, dhe gjithashtu që ka dhe çantën, dhe tek çanta kishte të përfshirë shumë gjëra, gjithashtu edhe dorashkat. Këto janë dorashkat që vendosen për në dimër, për mamin që mos I ftojnë duart, domethënë kam menduar edhe pak për vete. Ka edhe rjetën, edhe këtë mushaman e shiut, ja edhe rjeta, janë të gjitha të përfshira. Gjithashtu ka edhe dy pjesët e tjera që janë pjesa e koshit që përdoret deri në 6 muaj besoj, ja pak më shumë nuk e di. Dhe pjesa tjetër që ulet bebi. Po ato të dyja nuk I kam hapur për momentin, vetëm Seggiolinon. Kam marrë edhe këta, kjo është relax edhe karrige ushqimi. Dhe kjo pjesa që është vendosur, kjo gjëja me këto lodrat që të argëtohet bebi, vendoset pjesa e tavolinës së ushqimit. Dhe kjo qëndron kështu statike kur ha ushqim. Dhe gjithashtu ka një pjesë mbrapa që e bën këtë pastaj një relax dhe është edhe me korrent. Në momentin që kjo vendoset në prizë, ndizet edhe mund të bëj këtë lëkundjen dhe ka dhe muzikë të ndryshme që bebi të dëgjoj muzikë gjatë kohës që qëndron në relax. Këto ishin gjërat që unë kam marrë për bebin. Jam përpjekur që të marr gjërat kryesore dhe që do më hyjë në punë për një kohë shumë të gjatë. Jo thjesht që do t'i përdor për pak muaj dhe pastaj do t'i hedh. Gjithsesi, unë pres edhe mendimet tuaja në komente dhe më thoni cila nga gjërat që më kam bler ju ka pëlqyer më shumë. Dëgjojmë shumë shpejt në një video tjetër. Bye!